Dikush është marrëzisht i dashuruar pas teje dhe kjo ka të bëjë me atë që ke bërë ti. Shikoje këtë para se të bëhet vonë. Kjo mesazh nuk të ka arritur rastësisht. Dhe jo, nuk është një hyrje dramatike. Ekziston një arsye pse këto fjalë të tërhoqen. Një arsye pse vëmendja jote u ndal pikërisht në këtë moment. Një arsye pse diçka brenda teje përshpëriti. Lexoje këtë. Sepse aty është dikush krejt real, dikush që ti e njeh ose e ke njohur dikur që po lufton brenda vetes. Dhe kjo luftë ka të bëjë me ty. Jo sepse ti ke ndjekur, jo sepse ke lutur, jo sepse ke kërkuar qartësi, mbyllje ose një vendim, por sepse ke ndalur së bëri diçka për të cilën ata mendonin se do ta bëje për gjithmonë. Dhe kjo ndryshoi gjithçka. Ka pasur një moment në jetën tënde kur ti vendose ta zgjedhësh veten. Ndoshta nuk ishte i zhurmshëm, ndoshta jo dramatik, asnjë njoftim i madh, asnjë fjalim i fundit, vetëm një zhvendosje e qetë, një heshtje aty ku dikur kishte përpjekje, një qetësi aty ku dikur kishte frikë, një pauzë aty ku dikur kishte sqarime të tepërta. Ti nuk u largove nga zemërimi. Nuk u tërhoqe për t'i ndëshkuar, thjesht ndale së braktisur i veten, dhe pikërisht në atë moment diçka u thye brenda personit tjetër, sepse ata nuk e prisnin këtë, mendonin se do të ishe gjithmonë aty, gjithmonë mirëkuptues, gjithmonë falës, gjithmonë duke pritur, gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të zgjidhnin. Ata e morën dashurinë tënde si të mirëqen. Dhe kur dikush e merr praninë tënde si të garantuar, ai nuk e mbron, nuk e vë përparësi, nuk e ushqen, e shtyn, por pastaj diçka ndryshoi. Ti ndale së kujtuari vlerën tënde, ndale së shpjeguari dhimbjen tënde, ndale së provuari besnikërinë tënde, dhe ajo heshtje u bë shurdhuese. Këtu fillon fiksimi. Njerëzit nuk bien thellë në dashuri kur ndihen të sigurt. Bien thellë në dashuri kur kuptojnë se ndoshta tashmë të kanë humbur. Pikërisht tani, ky person po i rikthen vazhdimisht në mendje momentet e përbashkëta, të qeshurën tënde, durimin tënd, mënyrën si je kujdesur pa kërkuar asgjë në këmbim, mënyrën si ke qëndruar edhe kur ishte më e lehtë të largoheshe. Dhe gjëja më e vështirë për ta, ata e kuptuan vlerën tënde vetëm kur energjia jote nuk i arrinte më. Ata e ndjejnë, edhe nëse nuk thon asgjë, edhe nëse nuk paraqiten, edhe nëse sillen sikur gjithçka është në rregull, edhe nëse duken të zënë ose të painteresuar, ata e ndjejnë humbjen, sepse ti nuk ishe thjesht dikush që i pëlqente, ti ishe dikush që i kishte parë vërtet. Dhe kur humbet dikë që të ka parë vërtet, nuk të mungon vetëm marrëdhënia, të mungon vetja jote që e gjete brenda asaj dashurie. Ti ke bërë diçka të rrallë, nuk e forcove zemrën tënde, nuk u bere i ftohtë apo mizor nuk kërkove hakmarrje, thjesht u tërhoqe me dinjitet, dhe pikërisht ky respekt për vetveten është magnetik, sepse i thot botës, e di kush jam edhe nëse ti nuk e di, dhe pikërisht kjo e vërtet i ka tronditur ata. Tani të flasim për atë që po ndodh në mendjen e tyre, ata bëjnë pyetje. Pse nuk e zgjodha atë kur pata mundësinë? Pse mendova se ajo do të priste për gjithmonë? Pse ndihem kaq bosh tani? Ata shfletojnë, mendojnë, hezitojnë të shkruajnë emrin tënd, sepse të kontaktosh tani do të thotë të përballesh me një të vërtet nga e cila kanë ikur për një kohë të gjatë. Ti ishe je vërtet, dhe ata nuk ishin gati. Dhe këtu vjen pjesa më e rëndësishme, të lutem dëgjo me kujdes. Vetëm sepse dikush është marrëzisht i dashuruar pas teje, nuk do të thotë se di si të doj siç duhet. Dashuria pa pjekuri heziton. Dashuria pa shërim ka frikë nga lidhja. Dashuria pa rritje nuk vepron. Prandaj ky mesazh nuk të thotë të kthehesh. Ai të kujton pse ata tani ndihen kështu. Ti aktivizove diçka brenda tyre. U tregove si duket dashuria pa detyrim. U tregove si duket besueshmëria pa kontroll, dhe siguri emocionale pa manipulim. Dhe tani, pa bërti asgjë, ata po e ndjejnë peshën e plot të mungesës tënde.
Dhe kjo peshë është e rëndë, më e rëndë se çdo debat, më e rëndë se çdo lamtu mirë. Por këtu është paralajmërimi dhe është i rëndësishëm. Nëse tani vrapon pas tyre, nëse e thyen heshtjen tënde shumë herët, nëse i shpëton nga kjo e vërtet, ata nuk do të rriten. Kjo distancë po bën punën që dashuria jote nuk mund ta bënte më. Kjo pauzë po sjell mësime që prania jote nuk mund t'i jepte më. Dhe thellë brenda teje e di, nuk ka të bëjë me ndëshkim, ka të bëjë me përputhje, sepse njeriu i duhur nuk zgjohet vetëm pasi ke ikur. Njeriu i duhur të zgjedh sa kohë je ende aty. Pse të vjen ky mesazh pikërisht tani? Sepse zemra jote është e butë dhe zemrat e buta ngatërojnë ndonjëherë dashurinë me përgjegjësinë. Ti e ndjen energjinë e tyre, e ndjen pendimin e tyre, ndoshta edhe ishe në ëndra. Por kjo nuk do të thotë se duhet të kthehesh. Do të thotë vetëm, lidhja ishte e vërtetë. Por jo çdo lidhje e vërtet është e destinuar të vazhdojë. Disa janë të destinuara të mbyllen. Nëse ata kthehen, atëherë le t'i pranosh vetëm nëse janë vërtet ndryshuar. Jo vetëm sepse u mungon. Jo vetëm sepse ndihen të vetmuar. Jo vetëm sepse kanë frikë të humbin. Por sepse janë gati. Gati të vendosin. Gati të jenë të pranishëm. Gati të duan pa hezitim. Gjithçka tjetër është i njëjti cikël i vjetër me një maskë të re. Dhe nëse nuk kthehen, atëherë kujto një gjë, ti nuk ishe kurrë e vështirë për t'u dashur. Ata thjesht nuk ishin gati, dhe diku atje është dikush që përputhet me rritjen tënde, thellësinë tënde, kohën tënde dhe ai person do të njohë menjëherë, pa dyshim, pa pritje, pa marrëdhënie, gati sa. Mesazhi i fundit lexo ngadalë. Arsyeja pse pikërisht tani dikush është çmendurisht i dashuruar pas teje, nuk është sepse ti i ke ndjekur, por sepse ke ndalur së ndjekuri dhe ke rigjetur veten. Dhe kjo është forcë e vërtetë, forcë e qetë, forcë e palëkundur. Mos e jep. Nëse ky video të ka dhënë diçka, mos harro ta pëlqesh, ta shpërndash dhe të abonohesh në kanalin ton. Faleminderit për mbështetjen tënde.